Të dashur qytetar, punimet në rrugën Prishtinë Podujevë janë duke realizuar me intensitet të shtuar. Tani jemi në përfundim të këtij projekti. Në të gjitha llotet ku janë duke zhvilluar punimet, janë realizuar mbi 80% të pozicioneve të parapara me kontratë. Jemi duke punuar aktualisht në sinjalistik, në vendosjen e ndriçimit publik, në pahi elastike e pozicione të tjera. Kemi pas shumë telashe e probleme gjatë realizimit të këtij projekti, të cilat jemi munduar që t'i zgjidhim të gjitha një nga një. Problemi kryesor ka qenë shpronësimi, ku jemi duke e finalizuar si projekt. Në momentin kur ta marrim vendimin e shpronësimit, hapen rrugët që të kryejm edhe pozicionet finale të këtij projekti të rëndësishëm, siç janë venddalimet për autobusa dhe strukturat në përgjithësi. Sot, kur po flasim, atje zhvillohet komunikacioni në mënyrë shumë më të mirë se sa në të kaluar. Qytetarët e madhrat në drejtim të Podujevës dhe Prishtinës e kalojnë këtë rrugë me lehtësi shumë më të madhe se sa që ka qenë në të kaluar. Pra, së shpejti do ta përfundojmë në tërësi këtë projekt tepër të rëndësishëm për Prishtinën, për Podujevën dhe për krejt Kosovën. Sot ndodhemi këtu në Bresalc, kam ardhur për t'ja kumtuar një lajm që e kemi marrë dje. I kemi shkëputur kontratat për 4 llote të autostradës, 4 të tjera tashmë pothuajse kanë përfunduar. I ka ardhur fundi durimit edhe qytetarëve, por edhe neve si ministri. Më herët nuk kemi pasur mundësi t'i shkëpusim këto kontrata, të cilat në mënyrën si kanë qenë të lidhura nuk do të përfundonin asnjëherë, por tani jemi në situatën kur do të fillojmë me kontrata të reja që ta përfundojmë përfundimisht autostradën e Gjilanit. Faleminderit për vizitën ministër, faleminderit për lajmin që është jashtëzakonisht i mirë. Është një pyetje që kish dashur nashta me bos secili, po marrën e përsipër me ashtu juve, që ka me qenë dinamika me kontratat e reja. Ashtu siç ka qenë me rrugën e Mitrovicës, që u detyruam ta shkëpusim kontratën në mënyrë që ta përfundojmë rrugën, e cila tashmë ka përfunduar, njëjtë do të ndodhë edhe me autostradën e Gjilanit. Prej ditës kur nënshkruhen kontratat, të gjitha punimet kryhen për afat 1 vjet. Pra me afat kalendarek, jo me ditë pune. Datën që nënshkruhet kontratat, në datën e vitit tjetër, kjo rrugë do të jetë e lëshuar në qarkullim për të gjithë qytetarët. Faleminderit për lajmin.